pasërën në celular. Murizi për shumë e di shumë mirë të gjë. Myslim, le të flasim dy fjalë, po të shohim mirë këtë reagimin, të shohim mirë këtë videon që ka bërë kjo deputetja e re e Partisë Socialiste, e Fierit, Zegjineja apo Zeqine, me që? Me që. A e kam bërë gabimun? Nuk ka Zeqine? Duke ti nga që umirat u ligji barazit gjinore, me gje ke bë Zeqine. Me që e ka. Je i sigur, Myslim? Por duke ardhë nga i qarkë. Të futesh në listën zyrtare në internet, është me gjë, Zeqine. Nuk e di, nuk më rezulton nga i Origina jote? Origina jote ati afrë? S'kemi Zeqine. Zeqine po, si pelgë. Pritar Jani, digjota një. Së është origin nga vetë tjetër, se po i bëjmë këtë biografin. Jo, digjota Jani, mos do shta, sepse ka ca fjalë edhe në Shqip, dhe në gjuhët e tjera që, po zë mos në Shqip, që, për shumë, themi, pra, kur shqiptohet është me që, dhe kur shkruhet është për shumë me gjë. Ke parasysh? Ndodh kjo, janë disa fjalë. Disa krahina që është. Disa krahina. Pjesa e Mirditës, kjo bregu i fanë. Dhe sa këte ku ati? Ja, atje ku ja mu. Atere, shtypni kryer kodin. Zeqe. I thrasit shkurt, po. Mirë, shtypni, atere, bëni login kryer kodin që keni atje, edhe shkuani mesazhi, lutem, më thoni, mua dhe Murizi, si e ka Zeqineja? Se duket dhe shumë nga Fieri që më na shohin tani këto me. Dhe nga Fieri është Zeqineja, apo jo? Po, besoj, nga Patosja nuk. Nga Patosi. Po qarku i Fierit. Shive qik Lediu e ka gati, shive qik si ka reaguar Zeqineja, vllai, që janë pataksur i mafe i vogël, nga mënyra se si flet dhe çfarë thot, dhe për të kuptuar se në çfarë epoke jetojmë. Pse janë pataksur? Ja ta shohim tani. Nga një janari të dashur qytetar, do të rritet paga minimale për 3.708 punonjës, të cilët do të marrin shumën e premtuar 500 euro. Nga një janari të dashur qytetar, do të rritet paga minimale për 3.708 punonjës, të cilët do të marrin shumën e premtuar 500 3.700.000. 850.000, 914.000. Shumë e më. Ty të pëlqen Përqenë se e kanë votu Mileti. Kjo ishte në listë hapur. Pse, se këshu e do loj, kavajsit ka një shpreje. Duhet janë gjaj peni gzofit. Duhet janë gjaj? Penit, fija, gzofit. Penit është peri. Po, peri. Po e kavajse, po, Shqipëria mesme. Pra copa e kuqe nuk qepet me penit jeshile, zeza nuk qepet me të kuqe. Qartë. Gjdo të copë do fije në vetë. Zgjine është në fijet asaj cope që i kanë votuar, nuk e di sa vota ka marë, por... Pra të i thua, vota legitimon gjithë shka. Jo, po... Jo, kjo është paka shumë kejtë. Po të ishte e emruar nga pjesa e mëllur, do të filloja të bëja katarsisin pse e bënd kush e vundi. Por ajo ka ardhët me vota, nuk e di sa ka marë, 5.000, 5.200. Pra janë 5.200 a 6.000, nuk i di eksakt votat, të qarkut fjerë burra dhe gra, që kam parë vetën të përfajsuar të Zegja. Zegja dhët 3.700.000, 800.000, 914.000, do të rritët pensionit. Ka dash thot pensionist, ka rrëth 780.000 pensionist Shqipëria. Pra, atere Myslim, mos do shta këtë tilla Zegjinet duhen më me shumicë parlament? Po nuk është, ju keni kapte, po është dhe Zegjinet tjetër e pedes, duket. Nuk e kemi atë sot. E ke Elbasanit, Galata e. Po të shikosh. Pra nuk është e ka pak. Janë të si. Po ka adje. Dhe gjitha këto vinë, falë, i ligji bastard zgjedhor, që e ka najtë stekën për keqë, mas pazarit prilli 2008. Po kjo është e lista hapur, thoti, pra kjo ka marrë puna lista hapur. Di, por ishte me orientim, detyrim për caktim, partia... Duhet hip të kësaj. Sepse fitoja e tjetra... Pra janë votat orientuar. Ja të them. Fitoj tjetra, po e vërtet. Pra, fitoj informaciste nga Lushja, vajtë shumë e mirë. Nga rinumrimi. Jo, i thanë asaj ku të veshti atje, ku shlende, s'kemi gjë për tyne. Jep dërejgje. Da dërejgje. Nga jo shketa, po. Pa dhe erdhe kjo. Pra nuk është, duke qenë që janë ligji rajonal, jo Shqipëria i zonë zgjedhore, po tjetë Shqipëria i zonë zgjedhore, duke të pasë që e firet. Partia në rajonet saktura, aqë më shumë që Patosi, Roskavec është pjesë, e orienton votën, e militon. Dhe ato nështë se kanë ditit, qa është e se kanë njoftë dhe... Mas kësaj... Pritani, ata e ka njoftë, sepse normalisht kjo në rjetë, kjo qa u rjetin ca kosë, për kjo tale me, ose me ndonë të tale me gaz batin, që se e mbanë mëndë. Po, e ka njoftë, por
3 fjali kam parë, se kam qenë Po që është bërë virale ajo, bë virale në E di ato. pra, e di. I thoshte Po gazo, gazo, shpirto, keqen o kujero, gazo. zemër, kjo po është. Kjo i tha, Ajo funksionoi? Funksionoi kjo gjë tua? po kjo i tha dhe Dumanit. Jo, realisht nuk funksionoi. Sa kohë që nga rinumrimi, pra duket që edhe në rinumrim, i këshin qu votat tepër se këte donin. Ta këtu, elita. Gjatë rinumrimit fitoja tjetër, po ajo nuk dilte në rjetë, ajo se ka njoftë kërkush. Ajo komunitet që e ka njoftë si informacistë të qytetit Luzhës, që ka rreth 60.000 vota si bashki, votu në te, më shumë. Këta e duen, po sepse të tilë, ngrenë dorën për çfarë do lloj që ti thotë sultani. Po përveç asaj, sultani ose Ramsi IV, ka vite në fakt, ma i sa e njofë unë, ma i sa e njefë ti ku t'jon, i cili i ka shumë pikë të dobët dhe do patjetër të fusi këtë lloj kategorie, ta fusi gjithandej, edhe në media ka shumë zegjine. Sepse vetëm Zegjinet janë gjithandej që ai i promovon. Vetëm përpara kësaj kategorie ai duket si Skënderbeu. Pra ti thua sa më shumë lum të ketë poshtë, Që dali ky. aq më shumë lart del ai. Del ai. Dhe i thot, pe kryetarët e bashkimit të shumë. I thoshte, Sa do marrësh ti? jo, Benet Beçi, kryetar që mlodhim. Dakor. Mendova se mos e për ato Se kapi prej mjekre, Se ç'bën një podcast. si japi Mërsin Shehut, Rahmet pas fshatem. Edhe po ti dhe, ala se ke bëhat planit, kam thonë, ke qenë pa mjekrë, kur e bëha ke bëha mjekrë më të më zonë. Pra i degeneron këj, për çmon. Edhe këta që teorikisht paraqiten si të edukuar, të shkolluar, fakt janë të shkalluar, sa kohë që durojnë. Çfarë do dhe gëlbaze që u hedh në fytyrë ky sultani për hatët asaj karrikit të qelbur që ka. Unë s'do ta dhuroja kurrë, se ta kam thënë edhe herë në emision. Jo, dita jo. Kurrë. Fjalë, e ti mat nuk do ta lejoja të më thoshte mua shu çapi mjekrat. Pra këta prikarri, se robi që ka dinte, dhe s'jam për lek bukë, s'ka kam të gjusë për të katonëve të ati kanë vilët, më tonë vaqarrit, e që i thoshe si capaj. I thoshe, zoti kryeministër, po, respektom karrikën që kam, se ma ka dhënë qytetarët e Shkodrës, po se kanë të marrë vetë. Ja ka dhënë ta që gjujnë kërrethën i nësit me sultanin këtu. Ti unë të respektoj tatën, ti të respektosh time, respekti është reciprok. Ndryshe me që ti menon që unë jam pranë jote, të kam bën naftën, iki jap dorëheqjen, sepse në fundit kalimtare në këtë botë. 2 metra dhe ka për të marrë. Si ky që i tjek mjekrën, si e ti që i tjek mjekra. A njeri rënë emrin, rënë më gjatë se ku foma. Për ata që e din vete njerës. Për frymor, butak, vegetus, kërmi, lëpirsa. Që janë shumica. Po që shumica, sidomos në politikë, bashkim, parlament, në administrat. Po të pse në media. Po, edhe ajo pjesë e kësaj tenxhere. Po të drejtësia. Po të katër pushtetës, se po t'i ndaj. Çdo pushtet, çdo pushtet. Pra, gjitha e që unë e quj politik, edhe media politik bënë dhe nga. Këti do i bim, këti s'do i bim. Do t'i bim ja 3 ditë sa të ngrofi xhepin, që të kalojmë rrogat, këti do t'a bëjmë si me hatra me hile. Pra, ndërkohë Ledio, që të futet mësimi direkt në temë, Ledio, ke dhe tabelat e zgjedhjeve që u bën tani të pjesshme. Pra ke dhe i video Ledio du t'a di, që është një tjetër. Po kë pra një që t'i ndajmë, se mos thonë që doli. Jo, po nuk e kam atë tjetër unë. Jo, thash mos e kam. Jo, nuk e kam. Po e ke në YouTube. Unë që pas Zegjinen se këtë virale. Edhe e ka vëjt një. Po Zegjinen është 3.000, 700.000, 800.000, 900.000, nuk maron të se maron koha. Qa perle. Edhe me pritën keq. Pra jetëm në epokën e Zegjineve, duhet të ndjehemi mirë apo keq? Zegjinizimi i politikës është fenomen që kështu e pëlqenë. Edhe po i bënin zhurmë ata. Edhe se mund të vazhdojnë me 100 mishet. Pra në të argalisë. Edhe ta ka bimë të po i bënin zhurmë, ata zharini dhe flisë. Duhet të kshilan, ta maron të gjitha, ta qiron të adrenalinë e saj, se po fliste para në foltore e sovranit, për qytetarët. Që tha i tjetër? Inicioni. Vend institucionit, ta inicioni. Inicioni, po. Po, i tha Dumanit. E ke pa që e tha Dumanit? Jo, më ka ikur kjo. Që adhuroj, tha unë shofandra natën me ty. Si e ke arrit ti tha gjithë këte? Kush ishte kjo që ja tha këtë? Zeqinejan. Ja tha Zeqinejan vetë? Dakord. E vunë sikletat e të veqelit. E u emocionua, pe ta thonë publikisht, e i martu më kë Altini. Unë të kam idhë, ty, dhe, shikju që më dha mundësia të takoj e të shofë. Ti tha e ka nëjt e ke qua. Pa jo ndoshta e ka bindi ato mëri, se dhe ne nuk du t'i paragjykojmë. Po s'po e paragjykojmë. Por e digjo, se fundja njët ka njeriu. Do i binte, më falë, do i binte rasi asaj tish në njerë për balë Dumanit. Po jo, as Dumanit për balë Zegjines. Ose, po mi hajde. E kundë, pra, shumë mirë nuk e ka bindje vete, thash e vunë siklet këtë tjetëri, mo. U vunë siklet Dumanit, fua? U vu pak siklet, se filloj i bërtit i blushit, më se ne, dhe ku e ditë ti, pse flet në komision. Po, pse flet ti që unë kam taku me Goni Galin. Të tabelën këtu, rezultat e bashkisë në matë.
Ky ishte unë kam reaguar Duhet të themi njerëzve në me që PD-ja, përveç Tiranës ju anëtua, jo, kam qenë Partia Demokratike, pra opozita nuk vendosi kandidatë të saj, ka lë gjithandej kandidat pavarur. Kam qenë studion tënde që të kam parashikuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Bravo. Ujë erën e fundit. Të kam thënë, po. Ti the që fiton Velia. Po, që fiton Velia dhe që do të... E tha me rizik të, po. E ke aty. Edhe kam thënë që unë mund t'jetë hera parë mas 35 vitës që nuk shkojnë votime, sepse unë nuk mund të më qojnë tek cili do kandidat që këta mendojnë që me që bëjmë pazar këta nga profesionët e ne. Pra kam qenë kundër këti maskaralliku që u gatua nga i tu vemi shme në Partisë Demokratike me luk gjelle, si gjellë qenç, dhe ta shita hanë me garushde. Pra dhe kjo që e vetë me opozit në botë që ju shmanget zgjedhjeve, do atë rahatin e vetë të atyre karrikeve, të mendereve tyre të përdredhë që unë mprehen në kërcejnë valën e Berishës mas e shankat e vjetë, i rasën huë e gaz locjelës, u knaqe kërë e qunë kati 11 atje, në respije, edhe nuk vajmë në kandidat, po do më shtesin pavarit. Jo e pavarit. Po për qëfar eksiston ti si opozit? Do apos do ti e aset komtar. Edhe pse këtë ka shku brekt në fund kambe. Mati, pra, nuk ku të mund më, le më matit. I opozit me zil pret që të ketë zjedhe, pra beteja jote është në parlament dhe ku do, edhe jashtë parlament, për të pas zjedhet parakoshme. Po qa zjedhet parakoshme duhem ne kur s'kemi ty zven kandidat? Po për qfar? Për mua është... Qa do mbledhin firma që të vëjmë ca kandidat pavarë në 2027? është dështimi opozitës, mislim dhe ta themi, po është dështim dërkohë, prit, dhe nga ana tjetër, kjo pjesëmarrja ka që ullët shtregon vlora 12%. Po pjesëmarrja... Se është nga dy anët ku të reqameti, ja? Unë po flasë për opozitën se ajo më dhimëset. Mi, po tani ne sot të mundomi të kemi një pamje pak më tjerë. Ajo pjesëmarrja unët është im lef për mu i shprehur gabimi qytetarëve ndaj politikës. Se rëvën që shkojnë të votojnë kundër, nuk shkojnë fare. Të votojnë kundër ose ata vetë, që shkurdolin listat me gjithse 10 ditë kam pas fushat, pra këtë qytetari 80%, vlora po gati 75% në të 5 se aty ka qenë, nga 12 dhe 25%. Të nëgjirin një emër tjetër që pëlqen vetë, për t'ju thyrë hund edhe për des, që nuk nëzirë kandidat, edhe për ses, që qonë njerës që talë me ta, të mblidhen e ta firma të gjirin një të pavarë prej vërteti atë që dojnë ata dhe të shkojnë një votime. Nuk janë ndjenë kësaj politike bastarde, pse ti reagon demek në qytetari e sipër, që së qytetari, me braktise se ne e kemi ligjin edhe në kjo se votojnë 3 vota, 2 vota i merë këj kandidati i Ramësit, një e merë këj abstrakti, ka fitu këj me 2 vota dhe nuk janë njenë se bashkia ka 200.000 votus. Se nuk e kemi ligjin që kanë referendumet që duhet votojnë. 5% plus 1. Duhet ketë një po, duhet ketë një tavan, një dysheme. Pra një votim që nuk morin pjesë 5% plus 1 të qytetarëve, i bigjet të thesh mrapë. është thjesht shumë... Pra pakisa qeverisë shumicët. Pra së është kjo zgjidhja. Kjo është ekuivalent i asaj kam të leta faqe bardë. Pra ne themi ky vend zbohet, me që se e bëjmë vetë për kejtë duke votuar më palachot, më qelbanikët, më maskarajt, edhe morin valiqët e ikim në rinës, hale koj që plumit i ke rrethë, mësë ne? Që të ru zoti, se thonë, unë do iki ky vend zbohet. Ky zbohet, falë edhe teje mo, edhe meje. Mos dosha ka ardhë kohë të të bëj një pyetje Lim. Do t'i tregojmë si sinqert. Ty dhe njerëzve që na dëgjojnë. A meritojnë gojimat shqiptar, dhe kur them gojimat flas për shumicën, to zgjedhje na treguan. A meritojnë gojimat shqiptar të votojnë, mos dosha duhet t'ju hiqim drejtën e votave, duhet mos ketë më zgjedhje fare. A mund ta marrin të trajtojmë të çështje seriozisht një herë mirë? Mos ketë më zgjedhje më vëlla, sa të jenë kështu fars nga të gjitha anët, ta vësh re. Mos ketë më zgjedhje fare më vëlla. Duhet t'ju heqim të drejtën e zgjedhjeve votës, sepse ja rezultati. Si ta zgjedhim apo le të rrinë? Të ri ky më që është, se ky meriton më shumë fort i morti mislim. Po ky me këtë rrish. Po le të vendosim kriteret e fortë. Ati emroj vet ky. Po patjetër më. Ti emroj në variant. Siç janë Emiratet e Bashkuara më. Çfarë kanë Emiratet e Bashkuara? Alamet zhvillimi kanë, e ke parë? Shikojmë të gjitha këto, vetëm Dubai. Janë 7 Emirate. E po duash ikë në Abu Dhabi, ikë në këtë thuaj në Riyadh në Arabinë Saudite. Ka vende sot në botë që i kanë s'kan zgjedhje valla. S'kan zgjedhje. Drejt që ta pyetja ime është dhe për ty. I emrojnë deputetët. Ore, sistemi zgjidhje, ore, pastaj mënyrë si emërohen ata, mbase s'quhen deputet mo. Janë thjesht siç janë këto mo këshillat që i vendos zgjedhje poshtë, shiko, zgjedhje poshtë për nivelet poshtë mund të ketë mo. Njerëz të thjesht që duan të marrin. Po mos ketë sepse dëgjoj Alianin. A ja vlen Baraqiran, ma thuaj ti mua. Ku shikon nivelin e gojimërisë në Shqipëri. Këti francezët duket e kanë që thonë çdo popull meriton qeverinë që ka bikrye. Francezët e thonë? E thonë, po, e thonë. E thonë gjithë tash, por them qartë pra. Pra,
unë e kam thënë shpesh herë... Ti je për vazhdimin e pluralizmit në Shqipëri, se unë them, gojimat kanë nevojë të jenë në pluralizëm, gojimat duan sultanin, nuk po tallem, kanë seriozisht. Mos ketë as vonesa në vendimarrje, të ecim prut më shpejt, jo po tendera, jo po s'ka tendera, e vendos ai më vllai i pari. Mësymi do jap se mësymi, kam besim te mësymi, është njëri punëtor e tjerë. Nuk ka rëndësi ndershëm i pandershëm, të heqim këto e mirë e keqe. Po dhe kjo punëtor s'ka rëndësi hiç. Po ka rëndësi, çu shëmburon më shpejt. E para njëri heqim makthin të gjatit, Ramsit 4, nesër i 5 i 6, i heqim Ramsit që mos ketë më nevojë fare që të sakrifikoj parat publike për fituar zgjedhjet. Një kjo. Do ketë nevojë. Po shem lek, thua? Po patjetër, pa fund. Po për këtë si ta bëjmë që mos ketë dhe frikën e kësaj që po ja jep dikujt që thot da bëj për 6 muaj me që the kohën, ti dhe e bën për 8, edhe mund ta marrim për një apo ta shkrim edhe sistemi i drejtësisë. Mos ketë. Jo, drejtësi do ketë. Po do ketë për ai dutë të xhepave, për njerëzit që bëjnë krime, për ata po shivje ka drejtësia do jetë më dha policia. Po tjetë ky. Jo, po ai e do pra, shiko, ai përdesa është vetëm çdo ta ketë për jo për ata që ka ai afër vetes. Drejtësia duhet. Edhe për ata më. Ai duhet të ata. Atë po bën ai fatikisht më. Ore mësim. Ti e vëre tani që opozita është thjesht një media e re, thjesht bën denoncime. Një media tjetër është më, që bën denoncime asgjë më shumë. Pyetja ime është e thjeshtë. Ky tani po bën dhe opozitën. Po ta vëzhej ky nxjerr këtë braçet. E ke parë braçen? Erion Braçe, e parë që del. Dhe ju bie kryetarëve të bashkive, ju bie prefektëve, gjend defekte që tani. Pra ky fatikisht është duke krijuar opozitën e tij, më. Pyetja është, ky përdesa është duke krijuar opozitën e tij brenda vetes, po ha të vetët. Pra dhe këtë që kishte. Po dhe këtë, për çfarë duhet të kemi opozitë tjetër? Kjo është pyetja ime. Edhe për çfarë pse duhet të votojmë? Pse duhet të votojmë? Gjithë ato lek flet votimi është. Ore, unë nisem nga propozim interesant është. Nisem nga pjesëmarrja tmerësisht e ulët e këtyre zgjedhjeve të pjesshme. Këto janë një test. Test janë. Është çmenduri Vlora për shkak, sido që të janë vlonjatët më. Gati ka votuar gjysma e administratës, se rreth Po as administrata s'ka dalë realisht. Nuk është pra, e shikon po ta vësh re, se administrata është më shumë ore. E rreth 12.000. Në të gjithë arsim, shëndetësi e bashkia që ato duhet të jenë rreth 18.000 në Vlorë. Në Vlorë. Po. Sa? 9 mori kjo më duket, gjysmat. Aq votuan në Vlorë. 9.100 fitoi kjo. Pra s'ka dalë, ka dalë gjysma. Sa ka dalë? 15.000 janë. Kanë votuar gjithsej. Jo, 15.000 kanë votuar Partinë Socialiste. 15 apo 9, shifë rezultatet? Qa thot ati në Vlorë, unë i kam shumë largë, nuk i shohë. O Ledjo, qa thot e mësi Berezonti? Po, e thot, se kam shumë largë. 1.900, thot, e Gjergji. Ku e ke përsen, mo? 15.600 është... Kanë votu gjithsej? 15.600 i ka Brunilda. E pësës? Po. 1.975 ka Gjergj Nika. Po. Edhe Dionis Sota ka 2.333. Po, 15.672 e shofo atje. Kjo, pra 3-4.000 veta më pak se që është administrata. Pra, normalisht administrata... Total 20.000 veta, gati. Si? Total 20.000 veta, gati. 20.000? Diçka më shumë se... Nga sa zgjedhës, gjësej? Këtë nuk e di. Po përderi sa është 12%, i bje nga 200 e sami zgjedhës. Vlora ka 172.000. Janë zgjedhës ta apo janë banorë? Jo, zgjedhës, besoj. 172.000 janë zgjedhës? Unë menoj që po. Na urdhë, me drejt votë, 172.000 janë në Vlorë. Unë menoj që po. Kanë dalë vetëm rreth 20.000 veta kanë votuar. Sa i bje? Sa i bje? 12%. Tani, po ta vësh re këtu, fatikisht, 15.000 që kanë votuar këtë Ramsin e 4, njeriun e ti, kanë dalë të administratës. E ka 18, 3.000 sa skandal. Rregull pra. Po, kanë dalë se heq nga puna, se janë të lezushëm. Njerëz të tjerë, vlla, ku janë? Se në Vlorë, kur janë zgjedhje normale që kemë parë tani nuk votojnë kaq, apo votojnë shumë më shumë. Votojnë, nuk e din zgjedhjet e përgjithshme në 11 maj, nuk e 32-34, votojnë më shumë, se kanë në tjetër interes. Tani ç'si si ka, këto janë tabela për t'i parë njerëzit, mos se di rezultati. Problemi është ky që të thash unë, ti si e mendon vetëm mësim, s'kem fol asnjë seriozisht për këtë. Shumë mirë. Kjo ide që sapo that, shumë interesante. Të pëlqen ty kjo? Mendoje për këtë çast. Jo, duke parë që 4 vjet se s'po ja them atë emrin që ja thuti, qytetar. Emër them. Se i lëzesh, kë emër them. Pra, qytetarët, 4 vjet. Nuk lejnë gjapa sha, malku, bëhen sindikalist, opozitar, të të mërshëm, në Facebook e kështu kur i merë interviste. Dhe kur vinë votimet, më palaqen që shofin listë javin votët, nështë është një zgjidhje shumë e mirë. E banë më në Vlorë që ankoheshin gjithë kohën deri vonë që s'ka ujë gjithë verën. Banë më që... Po që dolën protest për ujë që da mernin këta
Tani, Në advokati, qanë pse tupën. s'kan shkuar të votojnë? Po atë videon e ke pat ati ish kryetarit bashkisë Sarandës që tha i lash vetë 3 ditë pa ujë për t'i provu qa bënda asi se erdi? Bravo. Që pra kjo është ajo që the ti, Ha, bravo, egoima. po pse, or dëgjoj. Pra. Pse duhet ta fshehim ne këtë gjë, më ky është një Mos fakt. po e fshevin. Pra këtu, A i doli dhe a i më... dikush mund të thotë, Arjan mund të thonë tani, po ju pse merri me popullin, pse populli e ka fajin. Ne nuk po paragjykojmë popullin e thjesht. jo. Ne paragjykojmë individët të cilët normalisht ankohen që ju mungon ujë. Ju Arjan, po jënë një propozim për ta lehtësuar popullin nga një drejt kushtetuese që i takon demokracisë. Edhe të kursejmë shumë lek ndërkohë. Pushtetë shumë lek. 20-30 milion euro për çdo parë zgjedhje. Po, jo vetëm për zgjedhjet, mo. Jo vetëm për zgjedhjet. Po dhe kjo. Ramsi 4, po të jetë i përjetshëm. Sa të ketë atë, si e thoni ju atë ymrin gjallë, jo. Po sa të ketë caktuar i madhi Zot. I madhi Zot. Nuk do ketë më telashe të preokupohet si do vej, çfarë duhet thotë njerëzit. Të vjedhë 1 miliard euro në 4 vjet për të blerë 4-500 milion. Po të jesh i përjetshëm valla. Keti ndonjë motiv sepse duhet të bësh gjëra, po themi, jo fort të ligjshme? Nuk ke nevojë. Kishim diktaturën e Enverit vetë. S'kishte zgjedhje, nuk ishte pse harxhonte lek për vjedhje për zgjedhje. Po, ç'tregojnë këto rezultate pra? Ç'tregojnë? Këto vetëm këto. Fakti që fiton gjithmonë i njëjti. Mandati 4 ky. I treti shkoi apo i 4? 4. Ky është i 4. I 4. Dakor? Pra kjo shtegojnë. Flet për një kulturë. Ne jemi pjesë e një kombi që reagojmë sepse Kosova. Ç'kemi ata më brillant ata më burë. Pe ata. Pe si ishte harta në Kosovë. Jo. Kaq ky, kaq më shumë ky, kaq më pak këtu, kaq më pak atje. E kupton ndryshon komplet nata me ditën. Atje në çdo zgjedhje po ta shikosh, qeveria. Po patjetër. Ai që është. Po pse? Sepse reagojnë si qytetarët përgjegjës, që reagojnë italianët, grekët, rumunët, francezët. Këtu është e kundërta. Atëherë për çfarë të kenë të drejtë vote këta njerëz? Ma thua dot Myslim Murizit, lutem. E kupton se shumë ide interesante. E kupton çfarë energjie humbur kohë. Inshallah na ka njek propozimin tuaj. Po. Në një nga zëqenet e kuvendit, ta morin njësë, pëse ne dy duhet mbledhim 20.000 firma, ne të dy, që ta qëjmë si njësë në kuvend. Po ne thjesht mund të promovojmë të ide, më nuk jo, po një deputet nuk ka drejt, nuk ka nevoj për 20.000 firma. Okej. Një deputet ka drejt propozoj një ligj. Po se marrin kuzimin do ata, sepse patjetër nuk deri nga hipokrizia. Nuk deri nga hipokrizia, sepse Ramsit 4, ai vetëm për këtë ndëron. Mase ti shpove topin e kalpsin liku të babzis që kanë këta dhe masa i thot dikujt ai tash, që ore ka thonë Arjan Çani kështu, apo e nërë meri njështë... Unë kam kohë që i them, ti se kam ju, duke të sot e ke verë, te që s'ka nevoj të ke zgjedhje fare ma. E kam thënë më shumë që pse mos gjejmë mundësi që të ndryshojë Republikë. Ju që thuti po do një dikni për vetë para në Evropë, ja kosh Kosovë, ku dhe qenë respekton se ma... Bravo, po. Po ky variant është shumë interesant që duhet marrë si një. Ti je dakord me këtë? Ta them sinqerisht. Po duke e vra men se më rasi në mënyrë të befasishme ky propozimi jot, edhe duke nisur nga ky variant, nga zgjedhjet po. Nga ky variant i konsultimit publik që bën qeveria për 12 vitesh. Po, pra. Unë duhet ta konsultoj me veten, po më pëlqeu. Në momentin e parë më pëlqeu si propozim. Dhe mendo, përveç të tjerave këta në një sistem hipokrit parlamentar, ku gjasme ka pluralizëm, ku ka zgjedhje etj etj, gjasme në Shqipëri, këta do të mendojnë edhe për pasansin. Ndërkohë që me sistemin që them unë, të vendosin vetëm çfarë sistemi ta marrin. Unë jam bindur që dhe Bashkimi Evropian do e pranoj. Ku ta gjej Bashkimin Evropian të ketë një vend si Dubai këtu ngjitur me ne. Se diell ka këtu të gjitha gjërat i ka. Pse mos ketë? Po hulet këtu me Van der Leyenin, me këtë princeshën, unë jam bindur që ky jam mbush mendjen. Ramsi. Tani imagjino, ju heqim në një hall tjetër më Myslim. Këta s'do kenë më nevojë as të thonë, ore një sekond, kush do vi tani para meje se mos ma fut. Se në fund të fundit do vi o djali, o vajza, varet se çka kanë, domethënë, pra do vinë njerëz të tyre të familjes. Po kur qëllon që s'ka në variant kështu me këto lloja, po. Po do ketë një këshuri, një nip në bes. Po do jetë familja morti, do jetë familja. Po i pjesë jo e vogël e këtyre s'kan fare variant, as familje. Kanë familje. Kanë. Ata shejtan. Por nëse mos e mendojmë atë. Apo do të bëjmë një nga ato rob të dasmës. E ka ftu kur e martu. Pa nga rob të dasmës. Sepse dëgjoj, ne mund të tallemi sa duam. Mos po tallem. Jo ti. Unë po bluj, po e avancoj në imaginat propozimin të... Mendojmë për një qast, përderisa jemi të rrethuar nga gojima, pa fund, që nuk reagojnë, dëgjoj Arjanin, dhe flas për njerëz të thjesht shkretëm që s'kan ujë, s'kan dritë etj, dakord? Që ju përmbytet shtëpia sa herë që bie një shi i vogël, që ju ka plas kanalet e zeza, pusetat, ecin në rrugë banera qelbësillik. A mos duhet thjesht një dorë fort,
më në fund stop, s'ka më zgjedhje, s'ka më ambicie për pushtet, është njëri atje lart, ai vendos gjitha. Mund të ketë disa zgjedhje të vogla në rang komune. Vetëm për plejtësi. Për plejtësi. Si që asisht ka qenë krye plejt. Për shumë këtë fshatin këtu Çani, këtë fshatin këtu Murizi. Qofse edhe ata. Po prapë dhe të pse se zihemi i cakton ky më. Ose i cakton ky më, po i cakton dhe ky më patjetër, se s'ka nevojë, i cakton dhe ky më. Tamam. Dhe unë them, do shfutem njëre mirë më Muriz, do merremi pastaj me ambicjet tona personale. Me klimën, me ambientin, me... Po jo, do merremi, do mendojmë pastaj si të bëhemi të pasur të gjithë. Nuk do kemi më, jo po pse ai, pse jo më do mendojmë se cilë për veten tonë. Pra, është një shoqëri pastaj ku momentin që ti heq të ambicien për të qenë i pari, imagjinoje për një çast. Për çfarë do jetë jeta jote? Ti thuaj që për 35 vite në harkun kohor post-komunizëm, erdhi koha që të kthehemi në komunizëm. Po, me se duket ka qenë aksident të 35 vite. Aksident që, kam dashur këta e kam bërë, donte Tosnano të bëjë zgjedhje, ose Berisha në fillim. Berisha në fakt s'donte ai shumë i pari. E ke parasysh? Në 91-shin... Mo donte atëherë, se ishte fillim, po them... Donte Ramizi. Donte Ramizi. Po dhe ai me lloj detyrimi. Pastaj 92-shin, 96-ën, 97-ën, deshën këta tjerë, tash i thotë që është pjek. Nuk të duket se për popullin shqiptar, ai sa jemi, ka qenë rastësi demokracia për ca vite në Shqipëri, ku kishte rotacione etj etj. Dhe në fakt e vërteta e popullit shqiptar është kjo tani. Ja këto 16 vjet tani. Ka qenë kostum që i rrinte ngushtë. Kostum i ngushtë pra, ose që nuk e kishte menduar populli vetë mo, ishin elitat vërtet, jo më ishin më të preparuar elitat mo. Pra elitat ata që kanë udhëhequr, qofshin këta kur quheshin Fatosnano, Sali Berisha i dytë etj etj, që mbaruan më thanë dorë që nikën, nuk mbajtën, nuk përdorën mjete të tjera ekstra politike për të ndënjur. Pra atje, ata donin vetë ta linin, pra u bë rotacioni. Tani s'ka më rotacion, sepse në krye, me sa duket, erdhi njëri që është më ambicios se këta, më i fuqishëm se këta. Njëri që ditë luaj fijet shumë mirë se këta, brenda dhe jashtë shtetit. Njëri që ja u bë në gojë të gjithëve dhe ata prapë duan, veni putin mbythën. Kjo është situata me Ramsin sot. Pse mos e pranojmë këtë gjë? Është më i zgjuar, më dinak, më i fortë. Myslím. Është çështje ore se kanë rru populli shihet thotë. Ose ky e ka çuar, e ngatrojnë atë të këtij me atë të bletës. E ka bërë ky, ja ka ashtu ky, si thuhet më, ja ka ke parasysh. I ka heq nuhatje shihen. Ose i ka dhënë nuhatin e tij, pra nuhatin që do ai. E ka fasonuar, si ta them shqip molla. I ka dhënë formën që do ky. E ka klonu në një farë mënyre. Dhe ja rezultati sot. Po vin mesazhe shumë më sym. Inshallah mos janë dakord me këtë propozimin. Prit çfarë thon, pritani me mesazh. Jo, thotë, komunizmi kishte zgjedhje, vazhdon fasada. Jo, dhe komunizmi kishte zgjedhje, vazhdon në një rend politik. Dhe atëre votoni ti. Po, votojnë 99. Shpëtimi është ikja nga kjo hipokrizi, përfundimisht ky duhet të jetë postkomunizmi shqiptar. Sabina ka thënë voto. Votova prapë, se këtë mesazh votova. Votoni thotë. Duhet tek sistemi i votës apo jo? Jo, votoni është tjetër dhe zgjedhje se demokracia ka zgjedhje, komunizmi ka votim. Pra dhe atëherë votoni, po për zgjedhje nuk zgjedhim. Që deputet në qerm derisa u shpall tradhtar ka qenë Kadria Zbiu. Këse jeftë asë një po kishte emrin atë, edhe ngrieshin 99.96%, kur s'ka thonë 100% ai. U votu për Kadriun këtu, me radhë që kanë qenë këta. Ne tani në çfarë epokë jemi? Tek votimi. Dhe Enveri kishte zgjedhje. Ne jemi kthy, jo s'kishte zgjedhje. Kishte votime. Edhe ne jemi pra ti thua të vazhdoj këtë votime. Nga 2009 kemi votime, nuk kemi zgjedhje. Bukur, pa ti je dakord të vazhdoj këtë lloj hipokrizie? Unë them, pse të vazhdojmë kështu kur ne mund të bijmë më shkurt më valla. Dhe njerëzit do jenë të kënaqur më Muriz. Po mos vrasim mend, mos e si ta quajmë si sistem, mos ka problem. Po e matë, a është që zgjidhet më por, ku diun si quhet sot një nga vendet e Emirateve? Si quhen ato? Monarki. Nuk është as monarkia ajo. Po monarki. O janë absolut. Nuk e di se çfarë sistem, nuk e di se çfarë regjimi quhen. Monarkia. Ati nuk ka zgjedhje, e diti? Mbretin kanë ata. Mbreti kanë, ose princin. Monarki. Po princi kur ka. Emirin. Po emirit. Po, ai atje nuk zgjidhet, ai është i përjetshëm. Ai emiri atje. Nuk zgjidhet. Po. Ai është i përjetshëm. Ai pastaj trashëgon pushtetin. Je dakord me mua? Po. Monarkitë parlamentare ka gjithandej më, po nuk po them, unë po them të hiqen, të jetë mundësia mos. Jeton monarki absolute. Jo, po ato s'ka. Pse janë absolute ato? Absolutet. Ato që janë ali vetë di që absolut, monarki absolut. Unë nuk jam për ato. Unë jam thjesht pak më e butë, mos qenë monarki absolute, po ka mundësi. Kjo që po e propozon ti s'është më e butë. Pse? Po kjo është të ketë këshilla, them unë më myslím, të ketë këshilla. Lagje. Po, të ketë tani, se s'do merret tani princi me të gjitha. Komunizëm. I cakton ai. Po i caktoi ai. Ti je dakord me këtë një ta mbyllim të muhabeta, je dakord? Po ma prish mendjen shumë. Vërtet? Po. E vazhdojmë brapa bisedën pastaj. Do ta vazhdoj. Cila është fabula tjetër Ledio?
Ja, shi e fabullë tjetër.